Dosja Epstein e publikuar nga Departamenti i Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendon se Joe Biden u vra në vitin 2019 dhe u zëvendësua nga një sozi e tij. Pohime të pabesueshme këto në vështrim të parë, por që kërkojnë hetim. Në dosjen Epstein ekziston një email që thotë se ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden u ekzekutua në vitin 2019 dhe u zëvendësua nga një sozi e tij, që mbante një maskë që i ngjasonte atij. Specifikisht, ai u zëvendësua nga një person që më vonë luajti rolin e presidentit. Për çdo që mendon se kjo është fantazi, emaili gjendet në faqen e internetit të Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara dhe mund ta shohë dhe lexojë lehtësisht kushdo. Presidenti amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar se disa nga dosjet e Epstein raportojnë edhe fakte të rreme dhe në përgjithësi gënjen për një arsye. E njëjta gjë ndoshta po ndodh edhe me këtë rast. Disa nuk po e pranojnë as këtë email, pasi duket e pabesueshme, por thjesht përmendet se ekziston, është në dosjet e Epstein për ndonjë arsye dhe duhet të ketë një hetim për çështjen. Ai gjithashtu deklaron në të njëjtin email se pandemia ishte e rreme. Emaili është i vitit 2021 dhe nuk tregon se kush është dërguesi dhe marrësi. Megjithatë u konsiderua si pjesë e dosjes Epstein, gjë që lë hapësirë për dyshimin tjetër se Epstein është ende gjallë. Në emailin nga dopsja e Epstein për Biden, thuhet: Biden nuk është presidenti që shikoni. Maska që nuk funksionon siç duhet mbi Biden po përkeqësohet ditaditës. E qëllimt kjo nuk do të ketë fund të mirë për. Emri është i mbuluar në email, i cili pozon me një dreq klon në Facebook. Tipi që luan rolin e Biden nuk është Biden. Bideni i vërtet ishte një njeri diabolik, i sëmur dhe inaqor, që abuzonte me fëmijë, përfshi edhe fëmijët e tij. Ky është një aktor me një dreq mask. Kemi diskutuar mbi këtë çështje me mijëra herë. Nuk ka për të ndryshuar kur. Biden është qelluar me armë në vitin 2019 nga skuadër pushkatimi. Por edhe presidenti aktual Donald Trump, në një postim të tij në rrjet social të datës 31 maj 2025, thotë thuajse të njëjtën gjë, që Biden ishte një robot dhe kurse si njeri dhe se ishte ekzekutuar në vitin 2020. Ky është informacioni që del nga dosja Epstein. Më pas mendimet, opinionet, dyshimet apo bindjet janë të gjithsecilit. Por një gjë është e sigurt që kjo çështje do të hetohet dhe do të hidhet dritë mbi të vërtetën. Dhe e vërteta mund të jetë tronditëse. Nëse këto që thuhen në dosje janë reale, atëherë ardhja e Trump realisht duhet të konsiderohet shpëtim për Amerikën. Mast Channel. Please subscribe.